Thënë të drejtën, zotëria Hamza Adaj e ka sqaruar, por edhe komunikata për shtypje e Partisë Demokratike të Kosovës edhe pas takimit të tij me zotërin Kurti. PDK-ja i është përgjigjur të gjitha ftesave, nëse e marrim kuptimin e një farë retrospektive prej se zotëri Kurti është në pushtet, nuk i ka anashkaluar ftesat dhe ka shkuar aty për dëgjuar dhe për të parë sa ekziston mundësi dhe vullnet politik për t'i shtyrë proceset përpara apo në këtë rast themelimin e institucioneve të kësaj legjislature të re. Por që si edhe në plot hera të kaluara që nuk ka pasur ndonjë plan konkret, zotëria Hamza edhe në mbledhjen e kryesisë dhe në mbledhjen e djeshme të grupit parlamentar e ka ritheksuar që nuk ka pa dhe nuk ka diskutuar së bashku për ndonjë platformë e cila do t'i përafronte aspektet programore dhe të idesë së zhvillimit të shtetit për hapat e arshëm, qoftë në krimin e institucioneve, qoftë edhe në vendimet që duhet... Por duket se vetëvendosja as nuk është e interesuar për këtë, apo jo, sepse për qeverinë i ka numra. Gjithmonë ka qenë kështu, por ne nuk kemi dashur që të krijojmë hapësirë që të manipulohet, kushtimisht ta them, me mos shkuarje në takim apo edhe në interpretim të mungesës së vullnetit të Partisë Demokratike të Kosovës për të qenë pjesë e proceseve dhe pjesë e rrugës përpara dhe zhvillimit. Prandaj parimisht ne gjithmonë kemi qenë aty për të kriju mundësi dhe rrugë të mundshme të dialogimit fillimisht e pastaj të vendimarrjes, por asnjëherë nuk ka pasur aspekt të qartë se edhe programor se si mund të parafrohet, domethënë një rrugë e drejtë për shku përpara. Po në anën tjetër, ne nuk është se kemi kërkuar, domethënë ndonjë gjë, kemi qenë aty për dëgjuar dhe për parë se cila është ideja dhe vizioni i zotrit Kurti për krimin e institucionit, sepse në këtë cikël zgjedhor që e kemi tash 3 herë, në fakt, sidomos të 2 herat e fundit lidhet pikërisht me pozicionin e presidentit, e që në fakt siç po shihet edhe në këtë cikël, tash e një javë më shumë, prej se ka nisur takimet e para, duket se zotrit Kurti nuk i ngutet. Nuk i ngutet fare, dhe vazhdon dhe bën lojën e takimeve sa për të thënë, sa për të dëgjuar. Unë e kam theksuar disa herë dhe e theksoj edhe këtu, që nëse nuk ka vullnet politik për t'i kriju institucionet, atëherë do të ketë ping-pong të fjalive të cilat zotri Kurti do t'i përdor në çfarë do lloj mënyre, domethënë qoftë mos shkuarin në takime, qoftë shkuarin në takime dhe pozicionimin e partive politike të caktuara karshi këtij procesi në një kontekst të ri për të bërë dy lëvizje paralele. Gjoja se po mundohet të krijojë institucionet dhe në anën tjetër të krijojë kontekst për të shkuar sërish në zgjedhje, sepse e ka thënë zëshëm sa herë që i duhen 80 deputet dhe se e ka thënë zëshëm dhe duket qartë se nuk ka vullnet për shtru teren për ta bërë presidentin, sepse nyja prapë është presidenti.